Po e patëm rinin në nivel, është gjithçka në rregull. Rrjedhimisht edhe popujt të pasur nëse të varfër janë varësisht se sa kanë moshën e re. Dhe mos flasim pastaj në investimet. Ndryshe është ky kur kthehet prej diskotekës por pasojat, ndryshe është ky kur vjen prej xhamisë. Domethënë ky sjell harmoni, sjell dashni, sjell. Kjo ndonjëherë është negative, ndonjëherë është pozitive. Është negative kur bëhet përçmuese, kur bëhet me bë dallime dhe diskriminime pastaj. Kush ka thonë që Islami të prek në shqiptari? Kush ka thonë kur e ke pakët? E i urren njerëzit pa kur farë baze, domethënë të ketë defekte me besimin. Po du të thëmë pra fanatizmat nuk janë të lejushëm në asnjë variant. I mjaftueshëm për muqu pa alarm është vendi i punës, ndërkash nuk është shtyt si mjaftueshëm muqu me falë sabahun ose thirrja e azanit. Pra, disa psikologë duhet me qëndru afër atij tjetrit për m'ia largu stresin. Madje ata shumë shpesh e gjejnë veten në pije alkoolike. Nuk është çështja që don, nuk është i pëlqen, me ik për realiteti. Sepse na kështu jemi, kjo është përgjigje shumë e dobët. Domethënë unë jam musliman se baba ka qenë musliman, nuk lypet kështu. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju që e ndiqni podcastin Mejlis. Sonte e kemi mundësinë e rrallë që në mesin ton ta kemi hoxhën e nderuar Muhammed Efendi Darmaku, të cilët i shpreh mirëseardhjen në podcastin ton. Edhe tema, edhe mysafiri janë përzgjedhur enkas, presoj që të kemi një bashkëbisedim shumë të mirë. Tema është rinia dhe nevoja e tyre për mësimet kuranore. Hoxhë i nderuar, mirë se vjen në podcastin ton. Mirë se gjeta, Hoxh Talha. Zoti të nderoft dhe të falenderoj për ftesën, fillimisht. Një kohë gjatë, ti ishe numre, i patëm do negociata derisa u bë. Alhamdulillah, Allah shpërblet që gjete kohë. Është begati për mu që t'jam këtu me ty. Unë e di edhe jam shumë i vetëdijshëm që e ke marrë rolin e moderatorit për me i drejtu këto emisione. Në mejlisin tënd ki musafir vazhdimisht të mirë, që ta begatojnë, po thom emision, por të unis prej vete sonte, e di që me da në rolin e kundërt ma mina kishra. Ti me trajtu temën, unë ti kisha bo pyetje që... Inshallah, Ramazanin që vjen, të atë emision që i ki pas. Aty pa tjetër, po, me gjithat. Edhe ka qenë një emision mrekullueshëm, Allah i shpërblet për idenë edhe për realizimin. Amin, inshallah, gjatë Ramazanit ka qenë me të vërtet një përvojë shumë e mirë. Zoti nderoft. Po. Po, të mos e zgjasim, do të fillojmë fillimisht me temën që është kryesore, tema që është mboshtë i jetës njerëzore. Si ka mundësi që tek rinia e cila përjeton një krizë të identitetit, krizë të vetdijes, janë vazhdimisht në presionin e shoqërisë, edhe e humbin vetveten në atë labirint të identiteteve të shumta, si ka mundësi që ata kur t'i kthehen Kur'anit dhe shpalljes hyjnore, ta gjejnë atë rrugën e drejtë dhe vetdijen që ka të bëjë me identitetin e cila ju bën dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Po padyshim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Është interesant tek gjithë thuajs sociologët po them, pra shtresa e rinisë është fokusi më i madh kur studiohet njerëzimi. Dikush mund të thotë po të gjithë të rinjt janë të ri, e s'do të thotë që të gjithë njerëzit janë pleq, sepse po morë me rinin, je marë edhe me të vjetrit, edhe me tjertë, jo me do mos të gjithë pjekën edhe të gjithë mplakën. Mirë po, me këtë logjik, ndoshta i bjen pra me fëmijët edhe më interesant, pra është më marë se pa qenë fëmijë nuk je i ri. Mirë po, te produktiviteti i njeriut, te ajo që ai mund ta jep më mirë dhe të orientohet për jetë, është rinia. Nuk është që nuk merrim me fëmijët, sepse nuk mund të kesh rini të shëndosh pa pas fëmijëri të shëndosh, mirë po, gjithnjë si etapë fëmijëria është e shkurtë dhe është për qëllim ndërtues. Mund me thonë lirisht sikur shkolla fillore. Në esencë kur farë përgatitjes t'jep. S'bën profesionist për kur gjë, po pa e kry nuk bën.
Po të përgatitur për fazën që vjen. Përndryshe, po e kryt e mirë, e ke një shkollë të mesme të mirë, e ke pastaj edhe një orientim profesional më të lehtë. Kësaj është fëmijëria. Ndërkaq rinia muj me thonë i përngjan thuj se kësaj shkollës mesme ta them që edhe me vesh aty bollosht. Të orienton jetë, bon me zanat, e nëse performon mirë, të ne bon një zanat mirë, një orientim të mirë, studimet mira, që i thëmë tash një burni e mirë dhe një pleqni e mirë. Po e patëm rinin në nivel, o gjithë shkan regullë. Rrjedhimisht edhe popujt të pasur nëse të varfën janë varësisht se sa kanë moshën e re. Popujt që statistikisht sikur që rrijem ne shqiptarë, për shumë njemi me fatë këtë drejtim, moshën mesatare kanë bukur rinore, konsiderohen popuj vital. Fuqi potenciale. E kundërta, popuj sa do të zhvillum, sa do të avancum, nëse mosha mesatare është e fazës pleqnisë është, do të thonë, nuk premton shumë. Disfavorë. Mirë po, është gjithnjë kjo mosha rinore premtuese, varësisht se si e shfrytëzojmë, si e orientojmë, se ne mund të kemi edhe të kundërtën rini degenerume, që në fakt jo që nuk janë produktiv, por mund të jenë në kundërtën e medaljes, do thotë në vend se të merresh me ndërtim të institucioneve të shëndosha, ndërtim të shoqërisë të shëndosh, ndërtim të ardhmërisë, të projektuesve etj. Mund të merrem me pasojat që i bojnë të rit. Këto merre shumë thjesht, si ai prindi që mund t'i ketë disa fëmijë, po e marr 7-8 fëmijë, 6 prej tyre janë të hajrit, të mirë, të marr, po një i sherrit i sjell gazepin qaq shumë sa ndoshta këtë hajrin që e bojnë këta 6 orientohet dhe koncentrohet edhe e shpenzon ma shumë ky i sherrit që është sepse punte e kësia fatkesisht përveç edhe kanë kosto. Edhe kanë kosto se unë kur shkaj në perëndim në përgjamia jo tham me ditë edhe shteti edhe gjithë tjerë se sa është mirë që ju keni xhamia dhe i frekuentoni xhamia do të investonin te ju. Pse? Se pija mashtra e të ti është 2 euro, 2 franga. Ndërkaq pija ma e lira ati që është në këto momente jashtë xhamis, është 20 franga, 30 franga e ma tepër. Që i bie pra, ajo ka kosto. Me dalë në diskotek edhe me shku në xhami me falë jatësien respektivisht me përcjell ndonjë tribun, ndonjë ligjërat, ndonjë dallimi shumë i madh në kosto fillimisht. Mos flasim pastaj në investimet. Ndryshe është ky kur kthehet prej diskotekës por pasojat, nëse është i martuar për marr shembull, që i krijon tash me gru, me fëmijë, ndryshe është ky kur vjen prej xhamisë. Domethënë ky sjell harmoni, sjell dashni, sjell gjitha këto tjera. Kështu që rinia kanë nevojë tepër për me gjetë udhën e vet, as më tepër kur shtohen që sikur çdo kohë na duket që është më vështirë se sa tjetra që ishte para rëndse, kur janë pyetje sfidat, problemet, ballafaqimet. Nëse dje është dashur me rujt rinin prej joshjeve të ndryshme që i ka bo marketingu i madh i ndonjë televizioni, tash nuk është më ashtu. Tash është ky aparati që ne gëzohemi që i kem, gëzohemi nëse na i jep dikush, gëzohemi nëse kemi arrit me pas modelin më të fundit, atë që në fakt me marrë me pas sidomos për të rinia, të e ke modelin më të fundit për degenerimin më të shpejt, që mundet me ta bë. Domethënë tash sot ti e din fort mirë dhe që i përcjell këto gjëra, domethënë sot ne kemi në një rini edhe të rrjetet sociale që tash s'mund t'i thuhet e Facebookut, e X-it, jo, nuk janë këta. Janë outdated, janë anglisht, do të thonë janë ka kalu kohë. S'ka du kohë tash, janë TikTokut, të Instagramit, për shembull, që Snapchati, pra, që janë mundësit tarta edhe për smiri, po në fakt hece besoj t'i vetës. Janë dizajnum për më duket se ma tepër me u shfrytzu për diçka
të keqe, me keq përdor. Ose vetë njeriu ka orientimin, edhe që kur është me një aparat në veti pa për cilë kërkush, sikur që na e dim edhe në kuptimin e adhurimeve që ato që janë të mshefta kanë vlerë më të veçantë. Ndoshta për këtë arsye është ato që ju njeriu kur është sigurisht. Sikur se thot pejgamberi sa për hadithin e një e din shumë mirë, kur ditën e gjykimit do të dalë njeriu me shumë sevape, por do t'i asgjëson, sepse kur është vetmu i ka shkel kufit e Allah subhanahu wa taala. Shumë problematik i ka. Kurani është udhërhyes për jetë. A ka diçka kontradiktore, thojza, në Kur'an me identitetin etnik edhe kombëtar, sepse sot po dëgjojmë shumë disa njerëz që thonë se Islami nuk është kompatibil me identitetin etnik apo kombëtar që e kemi ne si shqiptar. A mundesh pakës me disa fjalë me elaboru këtë se cili është identiteti që Kur'ani e promovon? Edhe a ka ati në Kur'an diçka që e ndalon që ti vetës ti thua shqiptar apo ti thua bosnjak? Fillimisht përdorën thonë thojza ka kontradikta. Po. Pse në thojza? Kur'an ka shumë kontradikta. Ha? Kontradikta ndoshta janë ato قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Kjo realisht vetë Allahu e thot po t'i atriboj ky libër një njeriut që ti dush me pas në pashkurtpamsinë e tij, mos eksperiencën e tij, në fjalit Kuranit mund gjesh kontradikta. Ato s'janë kontradikta në esencë, po ato janë sikur në fushat juridike që janë të njohshme kur konventat për shembull janë mbi kushtetutat e shteteve. Vetë kushtetuta jep fuqinë i konventës ndërkombëtare. E tash nëse ajo kundërshtohet, nuk do thotë që kushtetuta është gabim, por ti duhet me i ditë renditjet juridiket dhe fuqinë juridike, cili është dokumenti më i madh. Po të mos i dije këto, tani duket se edhe ligjet ndërmjet vete, edhe për këtë arsye edhe bën këto gjykatat kushtetuese që me i dhon orientim këtyre gjëra, me i dhon komentet. Në këtë drejtim do të kisha thonë, a ka kundërthënie, kur e dim që është prej Allahut, nuk ka kundërthënie sepse Allahu nuk është që nxitet, nuk është që e thot në afekt një fjalë, pra ajo është i gjithdijshëm. Nëse ne nuk e kuptojmë, atëherë ne duhet të kthehemi mbrapa në analizë, përndryshe kontradiktat nuk ecin me Kur'anin asesi. Në këtë që ke përmend sa i përket identitetit, sidomos kur njerëzit kanë afinitet me pas identitetet të caktuara, në këtë rast sikur ky kombëtar, kjo ndonjëherë është negative, ndonjëherë është pozitive. Është negative kur bëhet përçmuese, kur bëhet me bo dalime dhe diskriminime pastaj. Kur njerëzit fillojnë më mburr me temën e me urrejt tondën. Këto fanatizma në fakt nuk janë vetëm me çështjen e etnisë. Këto mund të lindin shpesh në mes të a ke iPhone, a ke Samsung. A ke pastaj jemi këtë ekip, a i realët, janë të shumta këto. Ne kem identitet tonin, por ndonjëherë dikush don me fut edhe këtë, a je prej Maqedonisë apo prej Kosovës, a je prej Shqipënisë apo prej jo Shqipënisë. A je prej Veriut apo prej Jugut? E pastaj edhe në Shqipëri, a je prej Veriut apo prej Jugut, me fjalë tjera këto mund të krijohen dhe nuk kanë fund. Por e rëndësishme Allahu i plotfuqishëm pikërisht në Kur'an ne na tregon gjenezën tonë, gjenezën e njerit dhe pastaj kur jemi rrit thot ju jeni të krijuar prej një njeriut. Mirë po më pas ju kemi bëu ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dallimi i gjuhëve është gjë interesante që për ju si shkencëtar keni çfarë të ushqeni dhe ta kuptoni fuqinë e Zotit madh. Njëjtë edhe me racat.
Si është e mundshme që prej Ademit dhe Havës të gjithë të jemi, ndërkaq dikush është i zi, dikush është i bardh, dikush është i kuq, dikush është me ato katër racat kryesore, po dhe në ndegët e tyre që dalin e janë të shumta tani në njerëzimin. Gjitha këto po i more si dallime ose si privilegje, ti do t'jesh me defekte, por ndryshe kush ka thonë që Islami të prek në shqiptari. Kush të ka thonë kur e ke pa këtë, për shembull. Disa fanatik ndaj Islamit kanë pas dëshirë që të vrasin pikërisht e kjo se Turku në kanë mbrapa e tjera. A është e mundshme me të okupu dikush 500 vjetër mos me të ndryshu gjuhën? Ai që ka pretendime etnike, një gjatë tillë do ta bënte në mënyrë të drejtë për drejtë. Ne sot në mënyrë ata ka qenë shumë ma lehtë më realizu kjo. Shumë ma lehtë, sepse ka qenë edhe superfuqi edhe ka qenë i dopt. Ndërkaq sot te kjo pjesa, sa në mënyrë perfide e bojnë shtetet evropiane me kushtimin për vizën e bashkimit familjar, që ti të kesh aftësi për gjuhën, për shembull gjermane, aftësi edhe në komunikim, edhe në shkrim, për të katër aftësitë e gjuhës, por jo vetëm me dëgju, por edhe me ditë me shkruaj dhe me lexu, edhe me por mirë shumë. Nëse unë jam në një shtet ku mi njet të drejtat e mia të barabarta, a kam shkollë shqipe unë në Gjermani? Jo, nuk bëhet fjalë. Ne akoma sot i akuzojmë domthon sistemet ose dinastitë e kaluara se na ka dhënë apo nuk na ka mohu këtë drejtë. Përkundrazi, gjitha këto kanë ekzistuar në mënyrë shumë më demokratike në të kaluamën tek shoqëritë që nuk e kanë pas prioritet çështjen e ndamjes mbi baza kombëtare. Përkundrazi, edhe sot e kësaj dite ti për shembull dhe vren turku musliman, edhe nëse politikisht të duket që ka një raport të mirë shteti i Turqisë me Serbinë në fushën ekonomike, për shkak se shqiptarët ndoshta kanë pas hezitime të bashkëpunojnë apo jo, janë tut që mos po prishin me Francën, me Greqinë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e tjera, i kanë pas hezitimet e vet dhe kanë pas rezervë, megjithatë turku fetar prej presidentit te njeriu më i thjeshtë në Turqi e nin veten që është i obliguar ndaj teje akoma, jo pse ka koloni, jo pse duhet me të ushqy, jo pse ti i pagun tatim atij, po thjesht është lidhje shpirtërore që nuk ta ka cënu asnjëherë çështjen tënde kombëtare. Identiteti, kjo që e përmende ti, në atë kohë ka qenë shumë ma lehtë me ndryshu gjuhën e popujve të tjerë. Edhe e marrin si argument Amerikën Veriore dhe Jugore, ku kolonialistët e kanë arritur me i vdek, apo me i bëu të vdekta disa qytetrime që kanë ekzistuar. Në mes të tyre shumë gjuhë që i kanë folë. Dhe gjuhë dominante kanë mbetë anglishtja dhe spanjollishta, ndërsa në qëllim ton, ku ka qenë perandoria osmane, nuk ka ndodhur asgjë prej tyre. Secili popull e ka ruajtur gjuhën e tyre, identitetin e tyre, kulturën e tyre, dhe ato asnjëherë nuk kanë qenë të cenuar. Kjo do të thonë se Islami në asnjë mënyrë nuk është kundër ndonjë identiteti. Bile kjo që sot globalizimi e bën në mënyrë të heshtur perfide, e ndryshon identitetin e njerëzve. Synon. Edhe synon, po. Edhe e ka arritur. Po. Për shembull, ne isha duke bisedu me një arsimtar, kolege kam punë, edhe e thoi që turqit na i kanë ndryshuar emrat, na i kanë ndryshuar toponimet e sendrës. Unë e pyeta djaliot. Ma thua është drejt, troq, pa hezitim. A e flet ma mirë anglishtën apo shqipen? Se unë thash, nëse bisedoj tash me djalin ton, ma merr mendja se a gjen një 7-8 gabime në mënyrën e të shprehurit, e mos flasim në mënyrën e shkrimit. Ndërsa anglishtën e ka ndoshta në një nivel shumë më të lartë. E kjo është një lloj atak, një lloj sulmi mbi identitetin e këtyre trive, të cilët duhet me ditë se nëse ti krenohesh me shqiptarinë tënde, kjo nuk është asesi në kundërshtim, por bëhet problem edhe bëhet çështje nëse ti e shfrytëzon atë për me i nënshmu të tjerë dhe me i përbusë të tjerë. Sakt, shumë sakt. Unë u pata çudit për herë parë kur pata dëgjum. Një prind tha jam të uqu fëmin në kurs gjuhës shqipe.
Unë në fakt kisha përvoja të shumta dhe me kurse në këtë rast edhe gjuhës angleze, me tekst veçantë, tash sigurisht lapsus është të thoni, dul gjuha shqipe, po do të thonë për anglisht. Edhe tash tu e ilustru, ai po e sqaron se në atë vendin tha ku dashta tha nuk pa ta kurse të gjuhës shqipe. Opa. A unë e disha që ka kurse të anglishtës. Edhe theksoj për zyti, thash një mend thash, po flet tha se e pash që fëmia tha nuk është tu i kuptu detyrat matematikë. E pash tha që testin e kalon zbrast. Vesh tha kom bo një provë, tha, ja kom thonë anglisht, njëtin test tha e plotësoj. Këtë tash e kem fenomen të krejt të rritë që pa pas nevoj për kur farë kolonie, pa pas nevoj për kur farë presioni ushtarak as politik, ti gjuhën që sa e ëmbër, sa e mirë, sa e lirë, e tjera që e trumbetojmë edhe me tekst veçantë këtu, ne hoxhallarët jemi ataku, sidomos po flas gjatë viteve të 90-ta, kur po ta bënit në Kosovë me tekst veçantë, kur filloi me ra komunizmi, dëshin me hi intelektual në xhami, por nëse i bëni ritualet shqip, se na s'mund ta durojmë ezanin arabisht, s'mund ta durojmë leximin e Kuranit arabisht, thu se na ishim agent të arabëve për të diskreditu popullin tonë ose për të fut ndonjë, po babe babgjysh libër i Zotit ka zbrit në atë gjuhë dhe na s'mund ta ndryshojmë. Domethënë të kanë cenu, domethënë ta kanë prek edhe atë ndjesinë se a jeti kombëtar apo si je kombëtar, për faktin se ti e promovon arabisht. Thuj paraj, se mos mi thuj xhenet. Paraj sot dhe kësaj dite shumica njerëzve se kuptojnë për shka o fjala xheneti i mushët goja në fakt. Kjo të njëjtën kohë, pra sidomos elitat intelektuale kanë shfrytzuar rastin për me prek këtë segment që njëri i sotit ndoshta mi pas rezervat se nëse jam unë fetar i mirë, musliman i mirë, ndoshta nuk mund të jem shqiptar i mirë. Ne themi kjo është e kundërta, koncepti kuranor është në të kundërta. Ti edhe musliman nëse je, edhe musliman i mirë, i devotshëm, edhe nëse e flet arabisht në mënyrë shumë të rrjedhshme dhe i urren muslimanët e tjerë, i urren njerëzit pa kurfar baze, domethënë ti ke defekte me besimin. Po du të thëmë pra fanatizmat nuk janë të lejushëm në asnjë variant. Sidomos kur kalojnë në urrejtje. Ama që ti t'jesh musliman shqiptar, që na kurfar problemi nuk kem kur përdoren simbolet kombëtare në vendet fetare. Ne shkojmë në haxh, në Arafat, në ditën ku mas pakti shkon mendja për ndamjen e botës edhe gajlin e vetë me dertin e tij. Jo vetëm gajlin, po është krejt ahiret është ajo. Domethënë ti je në teshat, po e them kushtimisht qefin. Ti nuk e ke hiç gajle kufive të shtetit ku janë ku jetoj. Ti nuk je me dynjan i lidhur atë ditë, po për faktin që duhet me shku me një autobus deri aty dhe duhet më kthy me një autobus tjetër, atëherë duhet ta bëjmë dallimin ku janë haxhit e Turqisë, prej haxhive të Australisë atje dhe prej haxhive të Kosovës. Dhe tash na duhet të bëjmë dallimet me flamuj. E tash na apo nimi keq aty as se jo. Se kërkush nuk e përdor flamurin për me nënçmu këtë tjetrin. Po janë shumë thjeshtë. Shëndaluese, po. E që është simbol kombëtar, ne kemi pranuar si të tillë. Patjetër, s'na kam penguar kur gjë. Po i nderuar, jetojmë në një kohë kur njerëzit në veçantë rinia ballafaqohen me shumë sulme në aspektin e përcaktimit të besimit. E gjëra që i lartësojnë, që i madhrojnë, që i kanë si ideale. Ne dëgjojmë shpesh që mend se me glorifiku, me madhru Allahun, ata adhurojnë diçka tjetër dhe i krijesave. Kurani me siguri është libri i cili edhe në këtë drejtim e jep këshillën e duhur dhe orientimin e duhur që rinia të kthehet në ato binaret e rrugës së drejtë, e cila i shpihen drejt lumturisë në këtë botë në botën tjetër. Padyshim, me tekst veçantë po ndalim te rinia dhe pse këto defekte nëse s'janë riparu në rinit për cilën edhe në pleshni. Ka njerë kur i thëmë dikush ka adoleshencë të vënume.
edhe si 60 vjeçar merret me këtë tema. Po realiteti është se në botë I duket se ashtu mbetet I ri. Sepse çdo sen në trupin e tij tregon të kundërtën. Kundërtën, po ka mbet në shpirt i pa vendosur ose identiteti nuk e ka shumë të kthjellët. Pse është kjo gjendje? Se njerëzit kur e kanë forcën fizike, sikur ju duket që më pak kanë nevojë për hyjin, për Zotin e Madh, se I duket që shëndeti I tij është I mjaftueshëm, është forca e tij I mjaftueshme, elani I tij është I mjaftueshëm dhe ndoshta njerëz në këtë fazë më pak ndihen të nevojshëm për ta gjetë Zotin e vërtet. Në anën tjetër, edhe po të mos ishte kjo, në rrugë besimet e kota dalin dhe kjo është synimi I shejtanit. E kur e thojmë I shejtanit, ne tash po ngjesëm më emra I rrjeteve sociale apo I ndonjë metode të caktuar që ka mund të jetë para 1 shekulli, para 2 shekuj, e rëndësishme, Zota para te ke me pas sa dush. A ke atë gurin, a ke atë latin, atë menatin, atë uzan, apo do ta kesh ndonjë ikon, ndonjë idol, apo ndonjë artist, apo futbollist, apo ndonjë aparat, apo diçka të caktuar për të dalin. Dhe është shumë interesante si fëmijë kur pa ta dash me mësu shahadetin me përkthyja fjala, ju me thonë, se njeri kur mëson shahadetin fëmini, je shumë I qeltër, s'ti intereson shumë por në aspektin gjuhësor e vrajsha mendjen e pse një herë me thonë la ilahe. Pse me mohu një herë. Shko direkt. Zoti im është Allahu, I vetmi është Allahu që unë adhuroj e tjera, po jo se në rrugë ti çdo herë ke zota që të paraqiten. Zot është edhe shefi që ti je punësu taj, varësisht prej vështërsive të punësimit, aq më shumë e adhuron. Varësisht prej krizës financiare që ke në familje, faktorët e financimit bëhen zota tjerë. Pra ti e shef veten se shtytës I mjaftueshëm për muqu pa alarm është vendi I punës, ndërkaq nuk është shtytës I mjaftueshëm muqu me falë sabahun ose thirrja e azanit. Pra, po çka është duke ndodhur? Është duke ndodhur se dikush atë vendin e Zotit po ndron ose po zaventson me diçka tjetër. Për dikon mund të jetë sidomos moshën e re, gjinia tjetër, për një djalë të ri, për Mejnunin ishte Leila Zoti. Domethënë krejt energjinë e tij, krejt aftësinë e tij ka ditë me shpreh në përshkrim të hatashëm të Leilës, që I bie po ta dojmë na Zotin sa mund ta dojmë një diçka të caktuar në këtë rast, a gruan, paran, pozitën, partinë politike apo çfarë dush, I bie se kemi kësi defekte që na prodhojnë identitet gabur. Allah thot, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Patjetër, ata që dojnë Allah, besojnë Allah xhaleshanu, më shumë duan ata. Patjetër, sepse kjo nuk vjen ndryshe. Zotën e ke parasysh fjala ibadet në vargun e fjalëve që bën pjesë shumë më rëndësi, t'ja gjejmë gjenezën ku është ajo, të cila fjala ibadet është dashuria. Ajo shkolla më e lartë e dashurisë. Dikush e don dikon derisa lidhet me ta, dikush lidhet derisa bëhet ashik me ta, dikush bëhet ashik derisa fillon në atë që e themi ne derisa e adhuron. E adhuron domethënë edhe ya'bud është prej dashurisë, jo prej zorit, se po më çojshën në xhenem unë për këtë arsye po të adhurej. Përkundrazi, sa më shumë që ti e kupton kush është Allahu, sa më shumë që I kupton emrat e tij, atributet e tij dhe rolin e tyre që kanë në jetën tonë të përditshme, ti fillon me pas çastin më reale ndaj tij. Dhe kur e sheh se njeriu më me meritan në fytyrën e tokës për ty është nana. Në kuptimin e zhvillimit të lindjes tënde. Kur e kupton sa mangësi ti ka nana, kur e kupton që nana ka mujt me të abortu,
ndoshta bile në ditët e sotme, nona jote ka vetë në i hoqë për ty çka me bo. Po e thëmë në nonë e re, si ju për moshat e tona. Po, ndoshta nona ndonjëherë e ka pas për shkak të vajit tënd, smundjes tonë, shumë e ka menaxhu situatën mirë, ka mujt me ta dëshiru vdekjen, e s'ta thot, po megjithatë është njeri më i mëshirshëm që ekziston. Kur ti e sheh se nana i ka gjithë këto defekte dhe mbi gjitha, nana nuk është garantuese riskut për veti që me qenë për mu. Allahu është ai që për mu dhe për nanën është kujdes. Allahu është ai që nanës teme një smundje ja kam shef që sa kam gjenë në 7 zanë që të mos dalë me defekte. Nana jam tek kur më ka lind ju ka lajmëru tensioni, po ta kishte pas tensionin gjatë shtazanis, domethënë kisha pas defekte në lindje ose edhe s'kisha lind fare i gjallë. Ti e shef se Allahu është butësia ti, mëshira e ti, ledhatimi i ti për ty është në mënyrë të vazhdueshme dhe këto Kur'ani detajshëm i thot dhe na tregon pra ato atributet që i përmend ose emrat e Allahut walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha janë në Kur'an më së miri të sqaruar. Zotën të edhin në fushën e akides të besimit, emrat që janë konform, cilë nuk ju levizim pare në ato që në përmenë në Kur'an, pastaj i shurtojmë tjetë, a është meritor, a është atribut i sakti Allahut apo jo. Dhe gjitha ta emra që 99 dhe përmi ekzistojnë janë në për Kur'an. Ty duket ndonjëherë se ky ajet pse pat nevojë të mbyllet me nga dy emrat të Allahut, por ndonjëherë kupton edhe vetëm të parin, ndonjëherë kupton dytë, ndonjëherë asnjënin, ama me kalimin e kohës e kupton që je me një Zot që me ty është vazhdimisht i mirë. Dhe jo vetëm me ty, me udhëzimin tënd, jo vetëm me këtë, me mëkatet tua. Nuk ka kush që të ledhaton ty kur ti je mëkatar deri në masë sa dhe rebelohesh kundër tij, madje edhe fyn atë. Gjitha këto e bojnë që me qenë tepër i veçantë Allahu xhalla xhelalu me ty. Unë para disa ditëve pati vdek një shok, amin inshallah. Dhe në fakt u preka, u mërzita ma shumë se që të tjerë të perceptonin pse. Tash unë kam histori me ta. Ajo histori nuk është e vjetër, është 6 vjeçare. Mirë po, kur ai e ka dëshiru vdekjen, Allahu nuk ja ka mundësu. Dhe ka qenë të jeti pa udhëzu. Kur pat kërku familja ti ta takoj unë atë, thash po, qysh me largu prej mëkateve që ai ka, mos i po e dën përfundimin e jetës, kur nuk e di unë, s'kam fuqi tjetër, veç besime bën tha, ja nuk beson thaj. Ai fare nuk beson. Madje e mohon Zotin, e shan Zotin. Në të kundërtën, nuk ju realizu dëshira, tentoj për të vdek, Allahu e lanë gjallë një jetë. I dha ymë për 6 vite që brenda këtyre 6 viteve të vinë në xhami. Kjo është prekse shumë. Dhe një besimtar një ditë më tha mos me qenë musliman, tha kjo rasta është për xhelozu shumë. Shkova në një dyqan ti, thash, mo duke qenë jo musliman po dhe hosh, thash unë prapë po i xhelozoj. Thash unë në vesh një prej mëkateve që ai ka bota zon në jetën e tij me pas, unë kam bindje që unë kur s'shonën kom. Allahu xhalla xhelaluhu çfarë mëshire, çfarë butësie, çfarë lutfi ka me robët e tij, nuk ta merr mendje. Dhe tash sa më tepër që kësi argumente i kanë në Kur'an, ti e sheh se identiteti jot adhurim tjetër është i kotë. I kotë është. Dhe jetë shkurt edhe pa dhon kur gjën në fund. Pa efekt të vërtet. Për shembull, adhurimi i Allahut ka një efekt, jeta e mirë, jeta e këndshme në këtë botë, lumturia, i sheh gjërat ashtu si janë, se një prej gjërave që ta mundson besimi është se din me i vlerësu gjërat ashtu si duhet. E mos flasim për ato mirësi që Allah i ka premtuar për besimtarët në xhenetet e ditë të lartë. Sidomos.
t'jep njerëzillëk. T'jep njerëzillëk. Besimi, domethënë me jetu unë e përmenda në aspektin financiar, vetë kostoja e jetës është e lirë. Kostoja e jetës se lumturinë për shembull sot një hajt merr kështu, një biznesmen fetar dhe një jo fetar. A disa psikologu duhet me qëndru afër atij tjetrit për m'ia largu stresin. Madje ata shumë shpesh e gjejnë veten në pije alkoolike. Nuk është çështja që don, nuk është që i pëlqen, me ikë për realitetin. Politikanët të ishe, politikanët edhe ata që janë më idealist, të dehur pas pushtetit. Po jo vetë pas pushtetit, të dehur me alkool fillimisht. Nuk e gjen derën e veturës. Plot idealizëm, të paktën trumbetimi po. E po nuk mundet gjithë ato takime të vështira me i përballu gjithë ato presione kombëtare dhe ndërkombëtare. Edhe pa besim Zotin. Se kja askund atë aspektin e versimit. Mirë, ne na thonë nga njëherë dhe në mënyrë figurative. Ajo namazi jon që bën balli prekjen në tokë është një shkarkim i energjive negative. Në fakt nuk është vetëm ritual. Nuk është vetëm s'është njëjtë sikur më falë në karrikë ose sikur me bo lutje, domethënë në forma që do ta kish bo dikush meditimin, se ne kemi meditimin. Që bot edhe ulun edhe shtrit, që thot Allahu xhallahu për dhikrin. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Rabbana ma domethënë krejta metodat bot ky adhurim dhe është shumë i thellë madje. Mirë po, kët shkarkimin që e bojmë ose kët tokëzimin e energjisë negative që e fusëm poshtë që mos me dëmtu tjetrin, dhe ti je shef, është shumë e lehtë. Intervistoje këtë dush, preke këtë dush, provokoje këtë dush duke hyrë në xhami, me falë merë farzën e tikindis, 4 rekate. Dhe del prej xhamis pas 5 minutave. As nuk ka lexuar imami me zon. Janë disa lutje që në heshtje i ka bërë, të komandume me shumë është ndryshe, që me marrë si interval kohor, përsa ta 5 minuta ajo nervoz nuk ka mujt me i kalu në ndonjë vend tjetër. Ndash në tjenë familje, ndash në tjenë me emisione relaksuse, ndash në tjenë me futbol, ndash në tjenë me absolutisht. Çka ndodh kështu? Ndodh se për një njeri ka atë shkarkimin e vetë që e bën në xhami, plot plane negative që i ka hajtë veç ta fal namaz dhe shkoj i kallzojnë atij, s'shkon me i kallzu atij atë premtimin ose atë kastim që ka pas. Tash janë 2 pyetje që lidhen me këtë të parën. Ne thamë se Kurani orienton njeriu drejt besimin në Allah, duke na dhënë një përshkrim mrekullueshëm për atë se kush është Allahu dhe çfarë vendin të pas Allahu në jetën tonë. Tash çështja e adhurimeve. Fatkeqësisht jetojmë në një kohë, jeta është bërë dinamike dhe tek njerëzit një ritual kaq i rëndësishëm sikur është namazi, është shndruar në një formë rutine. Po ashtu e kemi një, ta themi, kundërthënie që nuk duhet me qenë ashtu. Kemi njerëz që pretendojnë se janë besimtar, madje se janë besimtar të mirë, ndërsa ajo nuk reflekton tek sjellja e tyre, tek aspekti moral. Vazhdimisht janë të mërollt, vazhdimisht reflektojnë energji negative, vazhdimisht janë të gatshëm me hyrje në zënka dhe në konflikte. Kurani, si udhërfyes, me siguri jep edhe këshilla për rinin, rrjedhimisht edhe për njerëzit në përgjithësi, për këto 2 aspekte, aspektin moral, ndërtimit moral, dhe në aspektin e shëndrimit të adhurimeve në një përjetim i cili u sjell kënaqësi edhe i largon prej tyre shumë prej veseve, për që dhe vetë Allah në Kur'an thot, yanha anil fahsha, inna salata tanha anil fahsha, dalon nga mëkatet e shëmtuara, wal munkar dhe nga gabimet. Adhurimet për këtë arsye dhe në Islam janë të lloj-llojshme, ndurshme. Sepse çfarë dush adhurimi po të ishte i vetëm i një lloji, domethënë sikur të thuhet që ti namazin bën, mundesh me bëhet edhe verës edhe dimnit, bëhet edhe në vende të thota të nxehta, andaj vetëm këtë dhe vetëm me këtë jo, nuk është i vetmi adhurim, madje nuk është vetëm një derë në xhenet,
që mund të hyhet ka ajo. Duke mos e neglizhu, por dikush i është dhënë mundësi me pas afinitet për një ibadet tjetër në mënyrë më të theksuar. Dhe e vren për shkak kur vjen Ramazani gjithë gëzohen. Dikush gëzohet për agjerimin, por shumë për njerëz nuk gëzohen për agjerimin. Për shkak se nuk është i lehtë në esencë. Dikush gëzohet për teravit. Dikush gëzohet për iftarat e përbashkët që i bojnë me familje. Dikush gëzohet për sadakat. Domethënë të varfrit Ramazanin e presin ndër tjerat se është edhe mundësi e mirë jo për fitrat. Unë po flas sidomos në vendet më të zhvilluara islame, domethënë njerëzit zakatin me shumicën nxjerrin në Shaban dhe në Ramazan. Edhe sikur ata e dinë që Ramazani është tash muaj i begative në kuptimin e edhe të anës materiale të tyne. I darën e motmotit e ka që aty. Po duhet të them, vinë adhurime të shumta dhe këto adhurime duhet gjithmonë t'i kontrollojmë. Është shumë interesante. Pse Islami nuk e don fen e verbër tonë? Islami nuk kërkon prej neve që ta besojmë Zotin fillimisht e pastaj ta adhurojmë sepse na kështu jemi. Sepse na kështu jemi, kjo është përgjigje shumë e dobët. Domethënë unë jam musliman se baba ka qenë musliman, nuk lypet kështu. Për këtë arsye në hadithin që transmeton Imam Muslimi, i dërguari sallallahu alaihi wasallam e thot në një version tjetër, men alime annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Jo veç kush e thot, por kush e di. Edhe në Kur'an. Edhe në Kur'an, pastaj fa'lamu, ose fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Wa astaghfir li dhanbik. Domethënë para se më kërku falje për mëkatet e tua, dije fillimisht. Sa është i vetëm që meriton të adhurohet dhe s'ka kush pas tij. Dhe pejgamberi ka thënë a'lamukum billahi minkum. Dhe njerëzit ose përgjithësi, domethënë kur është vlerësu e po çka është dija, dietar kanë thonë po innamal ilmu makhafetullah ose khashyatullah. Sado që mrin në dije, dija do të shpije këtu, do të sjell këtu me pas frikën e Allahut. Dhe njerëzit sa më shumë din e shohin pa aftësinë e vete dhe të rrethit. Sa më shumë që din e shohin se kozmosi, jeta e kalumja dhe e ardhmja e njerëzimit është te dikush që nuk po vdes, te dikush që nuk po lodhet, te dikush që nuk e kap kotja, dremitja, gjumi, e tjera, pra është Allahu xhalla xhelaluhu. Do të ishte pa aftësi e çdo krijese që të kenë këtë rol, as qejt, as kodrat, as toka, as kodrat, nuk e kanë këtë aftësi. Njeriu ka marrë një amanet që Allahu xhalla xhelaluhu ja ka ngarkuar të gjithave, s'mujnë me bajt. E ka marrë këtë njeriu, po ky amanet është që na ta përçojmë tek të gjithë tjerët që Allahu është i gjallë. Allahu është vigjilent, është Hayy dhe Qayyum. Nuk është në pushime asnjëherë. Nuk është i ndryshueshëm asnjëherë. Nuk ka qasje tjetër asnjëherë. Dhe këto ibadete ne duhet t'i shndrojmë gjithmonë në ibadete vitale. Besabes, a mundet me kalu çështja në rutinë? Po. Për këtë arsye preferohet me ndru xhamin kur falesh. Nëse imami i njëjtë për shkakun të duket edhe sikur duket që ti po falesh po ka humb shpirti, edhe nëse shkon te një imam që ma dopt lexon ose ka zonin ma pak të mirë ose ma pak jashtë ose ma shkurt lexon, ndroje, ndonjëherë ndroje se vet klima e xhamatit është për ty sikur ushqimi që thonë për ndrim. Pastaj ndroje edhe ibadetet. Pastaj ndroje edhe mënyrat e tjera të qasës në ibadete, në kuptimin nëse ti e vren dhe e shes se filan ibadeti po e lexon Kur'anin, por nuk është që po t'jep diçka më tepër se sa ke pas, atëherë i bie se ke kaluar në rutinë. Që i bie është bë më shumë interesante për sa pe lexon. Për sa e mbaron, po, për sa e mbaron faktikisht, jo çush pe fillon se sa të sasia. Atëherë unë i vrej shumë dhe janë përhap këtu të spite
Me numerator. Numerator, po, dhe në një farë forme do kohë kam perceptim që këta janë konsideru jo të mirë, në kuptim e shprehin pak rian, që ata nuk janë numerator të kurgjofit. Ata janë vetëm dhikrit. Do të vetëm fetar ti bojnë. Dhe ti kur e mban, pra i bie se nuk është që unë mbaj për një 50-60 herë që kam me thonë subhanallahu alhamdulillah. Po sigurisht i bëj 5-6.000 herë. Mirë po kam taku plot njerëz thot ishte motivuese. Nuk e di thot çysh tingëlloj thot po të bëj ke marak mi bo 15.000 20.000 herë. Brenda ditës dhe po mund që mi bo. Për me bo hapa, ti në mërin hapat. Sakt, patjetër janë motivues. Dhe njerëzit ndoshta në forma tjera e ka gjetë veten, po duhet të them, tash nuk i vlerësoj më negativisht me thon, po don me më kallëzu që bën dhikr, le të bën dhikr. Se fundja kjo është qëllim edhe i krijimit, na për me adhuru, për një me njoft, për me përmend Allahun jemi ardhur dhe dhikri është edhe namazi. Edhe kryevepra e namazit është dhikri. Dhikr, patjetër. Por nëse filan dhikri është bërë rutinë, pra fjala është ti e thu elhamdulillah 1.000.000 herë, por në kuptimin praktik fjalën elhamdulillah shpesh duket mungu. Domethënë, a jenë gjendja dhe smundis me thonë elhamdulillah? Pse me thonë smundis elhamdulillah? Po a smundish me analizu shka ka mujtë më konë? Dhe me thonë, elhamdulillah që është kaqës ka qenë ma shumë. E tjera, a ke mujtë me bojë, po jo këtë së pas ka shku mendja, atëherë ti, elhamdulillah, pas ka kalu në rutinë. Zoti nuk është, Allahu Gjelle Gjela nuk është Zoti që i dënë rutinat tona, sa dënë për kushtimin të thellësinë. Për këtë arsye, a me i falë 100 rekate apo 2 rekate namaz natë, për shembull. Krejt djetarët, në krejta me dhebet shehe, në fund fare thonë ato që ty të bojnë muni ma i devotshëm to. Nëse ti me lexim të Kuranit thellosh më tepër, jenë gjendje të lexosh më shumë dhe më shumë e kujton Allahun, përmend Allahun dhe të bin lët me lexim të ajeteve të Kuranit, atëherë mos u jep mas kuantitetit të numrave, s'është më rëndësishme i bën 100 rekate. Nëse ti edhe nuk e din arabishtën, nuk e kupton Kur'an, i thu në mënyrë pak ma rutinore, sejdët janë ato që ta mundsojnë se aty ka pak edhe shqipja ndihmon, atëherë bën sejdën më gjatë se sa leximin, ose bëni pastaj numrin e rekateve, veç jo mu kon njëna apo tjetra se kërkush nuk guxon, më jam nuk pikën me thonë cila është. A me bë Kur'anin shumë shpesh hatme. Na kur tregojmë atë sa dukmi kontradiktor në xhallartë. Ne e tregojmë hadithin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha mundesh më shpejt, ai tha mundem edhe më shpejt, mundem edhe më shpejt. Kur i tha mundem edhe më shpejt se 3 ditë, tha jo më shumë se ka zban. Edhe tash praktikisht ne e shohim se me lexu dhe xhuz në ditë janë mashallah. Nëse edhe ata dhe xhuz e ki problem, por hatmën më të mirë e lexojmë hatmën e Omerit, që tha 40 vjet më zati ajo. Se çdo jetë është ndalësh, e ka meditu, e ka analizu. Dhe e ka fut praktik. E ka përjetu, po. Dhe pa fut praktik s'kom dalë të ajeti tjetër, nëse ka qenë prej aty. E po mirë, që kjo është ajo hatmja. Po, a munal vesh të kjo hatmja, pra jo, shpesh edhe ky kuantitet e ka të vetën. Pra, e rëndësishme me flak rutinën, në çdo lloj ibadeti, edhe me pas çka është tu prodhu. Sigurat shembull që e mora me namazin. A po të nimon namazi për mu ndalu prej të keqes? Unë jam shumë i bindur që të nimon. Krahasimisht nimon. Por nëse thu nuk kam arrit hala me eliminu, mos më trego mu, se jetu më tregu për mëkatin tënd të namazit. Se qysh i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atij sahabijut për mjaltin kur i ka thonë që barki jot është udhërrejt se mjalta s'rën. Edhe unë po i them ajeti i Kuranit, nëse ty s'ta kanal të keqen, ajeti i Kuranit që namazit të ndalon prej imoralitetit, po ti po thunë halas ku mujt, ti jetu kallzu që halas jetu fal mirë. Halas e ka ditë. Aspekti dhe lidhjes mes ibadetit, besimit edhe sjelljes. Kjo është një, do të thonë, edhe vetë koha që jetojmë është një kohë dhunshme, madje çdo ditë shikojmë për raste kur është rrit në shumë nivel të lartë dhe alarmues
dhuna mes të rinjve, mes adoleshentëve. Kurani edhe vetë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam flasin për vlerën e sjelljes së mirë. Dhe ajo është një lloj kurore, një lloj epiteti që e fiton njeriu i cili e ka besimin e mirë, adhurimin e ka në rregull, edhe është vetëm si një stolinje zbukurim final, qershia mbitor, e cila e zbukuron personalitetin e besimtarit. A mendon se rinis ka nevojë të flitet nga aspekti? Po më duket hoxh Talha po e lën but kur po thuhet qershi mbitor. Nuk është qershi morale. As nuk është shlag. Është thelbi i tij. Është thelbi. Ajo është esenca për të cilën gatuhet kjo. I dërguari sallallahu alaihi wasallam kur e ka përshkruar veten, nuk tha jam ardhur jam mësu namazin. Ndonse me fjalë për namazin dul për kësaj bote. Me porosin që mos e leni namazin, keni kujdes me namazin dul për kësaj bote. Ibadeti më i përditshëm, më i namazi, padyshim. Po kur e përshkruajti veten, as tha jam ardhur jam mësu haxhin, as tha jam ardhur jam mësu agjerimin apo Ramazanin, jam shejtnu as zakatin, as namazin. Bu'ithtu li utemmime makarim al-akhlaq, salih al-akhlaq, mahasin al-akhlaq. Në versionet të ndryshme është transmetuar ky hadithi, pra jam ardhur për mi përsos normat e moralit të mirë. Moralit e larta. Për këtë arsye, ai kishte domethënë vulën për këtë, ishte i licencuar për këtë, se ti je veç në këtë. Zatën atë jo rastisht o zgjedh ai për këtë. Se po mos e kishte moralin e lartë, në kuptim edukatën e tij të lartë, imagjinoj pra në ditën e parë të shpalljes. Cila ishte arsyeja që gruaja e tij mos trishtohej, ai vetë ishte nën ethe. Nga ajo që kishte pa me Xhibrilin, me ardhi kush në shpellë, me shtrëngu, dhe me thonë bënë një punë që ti nuk din me bo. Lezo. As mund është me thonë prej veç pak dalë jashtë se tash lexoj, duhet shumë kurse me marrë, shumë shkollë duhet me lexo. Lexo në emër të Zotit tonë që ti që 3 vjet jetë ardhur në shpellë me kërku diçka që s'po ta mush mendjen që rreth çapës ata gurt janë të tillë. Me fjalë tjera, ai e gjet veten këtu, por Hatixha për shembull, çfarë burrnie po e them, ai grua e madhe ka pas kur e ka bë analizën të përshpejtuar mbi çfarë baze, mbi bazën e moralit. Tha ti s'mund me ardhi kush mu hakmar ndaj teje në shpellë kur ti me asnjë gjë se ke lanë mangë. Nga sjellja e mirë, nga vlera. Krejt shoqëritë, sidomos kategoritë e ulta që eventualisht ata kur të forcohen një ditë munden me të hakmarr. Po ti kush mundet me të hakmarr, gjithë kanë me armë të falenderu. Nxanë se jata ka ma mirë kur ai bëhet më i arritur se ti, më i shkolluar se ti, më i pasur se ti, edhe vjen dhe të thot një fjalë të caktuar. Një ditë pati ardhin një nxënës jo shumë mati para 2 vjet, dikon 3, kishte diplomu 5-6 vjet më herë s'ka ardhur me marr diplomën dhe u takum sikur tash verës në gusht medrese. Tha prof, tha, a din tha që ti e shkaktar që unë e kum kry medresen? Thash jo, nuk me di. Unë e kujtojsha nxënësin, desha nxënës mesatar. Edhe me njëherë unë ta mirë me këtë fjali, po kur më ka përmend një segment caktum, tha, sepse më ke pasit jashta prej orës mësimit. Po pa të fillova më tu, thash mos e ka tash trik për me për me tregu ndonjë element eventualisht jo cilës temet mirë. Mirë po ai e tha kështu, tha unë isha të në kohën të mendu me lonë medresën. Nuk e di tha pse ajo e qitmja jashtë prej teje. Më ka ardhur e shishme e ëmël, e kundër prej ledhatimit që ma bëshin këta tjertë profesor, tha, edhe unë tha, nuk e di, tha, fillimisht një farinati u kun,
Sa dikur thash po ka dalë veç pak. Ky po don me majt orën, ky po don më kon serioz, ky po don kështu. E pse unë zbona kësi nxënësi. Me fjalë tjera, morali i mirë është diçka e madhe. Me ardh dikush dhe me të dhënë atribute ose me të falendëruar për të kaluarën tënde, sikur që po thon këta të varfërit ose s'kam nort ose kanë mujt me ju hakmarr dikujt në këtë as Resulullah, Hatixha i thotë që s'është e mundshme se ti me krejt je i mirë. Dhe derisa ti je kë, atëherë i bie se në esencë absolutisht jo. Madje edhe i tha ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Ose fillimi i ajetit فبما رحمة من الله لنت لهم. Ti ke qenë i butë, por nga mëshira e Zotit e ke pas këtë butësi. Se po të ishe i vrasht, po të kishe zemër të ngurt, njerëzit të largohen prej teje. Dhe ti e sheh sot edhe në jetë, sot për shembull marketingu. Pse thuhet është fuqia kryesore ekonomike. Njerëzit më shumë investojnë në marketing se sa në cilësinë e produktit tyne. Për shkak se shumë ka efekt kjo në jetën tonë. Qysh mundet me qenë hoxha përqus i mesazheve hyjnore nëse ai nuk është i ngjyrosur vetë me atë moral. Lime të kulune, ma la të falun. Pse e thoni atë? Kësë vetëm po xhallah, për këtë besimtar. Po në veçantë për tash hoxha si therrës po. Tash djali i ri, zatën është shumë interesante hoxha Talha. Me i pyet djemt të ri që janë fetar e që fetarinë e tyre nuk e durojnë familje. Ne në Kosovë kemi raste më shpeshta se ju këtu në Maqedoni. Është interesante shumë. Kur të bën ndonjë gabim ky djali fetar, çka i thojnë ata? Ata s'ja dojnë fen. Të ka hije me vë. Ti s'ka hije. Qysh betia? Dhe me ky problemi po, ky që pera aki në rregull, po ti që falesh, ti që shkon 5 herë në xhami. Domethënë kështu çfarë glorifikimit të bojnë. Këtë ndigjojmë edhe nga njerëzit rëndom, për shembull, ose dikush ai haxhia e ka bërë këtë, nuk është diskutimi a është gabim a nuk është gabim. Me pas vetë ato me shku ky në haxh, ai kishte thonë jo, ma mirë spital me pas. A haxhi i mirë, ai kishte thonë jo, haxhi s'o i mirë. E unë që shkoj 5 herë në xhami, se ky po e kundërshton fakt. Jo, so mirë që të shkon se pe hub kohën, pe hub rinin. Tash pse po më gjykon qysh beti edhe të shku në xhami edhe pe bon vetë. E unë e them kështu, që kjo është gjendja origjinale e trajtimit tyne për ibadetin. Ata në fakt që tash duhet thonë atë që e kanë zemër. Qysh ti në xhami, qysh ty hala xhamia nuk ndreqja, dhe me mu mos u kështu, unë jam katastrofë. Ai nuk e thot kështu. Se papu nuk shkojnë në xhami. Unë se kam fisnikru shpirtin tem me adhurim që me mdal sjelljet produkti me mdal kaq i mirë. Me fjalë tjera, rinia me tekst veçantë duhet ta di se nuk duhet veç me besu se është pak. Duhet me adhuru Zotin. Kur të adhurojnë, nuk duhet veç me adhuru Zotin se është pak. Duhet me prodhu kjo landën që është, ose materin që i duhet një jetë, është ahlaku i mirë, sjellja e mirë. Dhe kur na e bojmë pra një djalë të ri që si fëmijë i prindërve është shumë i edukum. Si burr që martohet nesër është një bashkëshort shumë i shkëlqyeshëm. Si prind i fëmijëve të vet nesër është shumë nivel duhur. Si punëtor në fabrike, në punëtorinë, në firmën e tjera është shumë i drejtë. Njerëzit ja lënë në dorë punën e tij. Si gjithçka tjetër. Para disa ditë një drejtor komunal të një komune kërkoi të takohemi të pim kafe, djali i ri fetar. Ka thonë shumë sim hoxha Talha. Shumë sim, ka thonë mu personalisht, nga frika që kishte mos po bin korrupsion. Thashë pse po friksohesh kaq shumë kur ti je i vendos për këtë punë? Shumë shoqënia rrethi është punët janë tilla se është normalizuar. Dhe kur pyeta për pagën që kishte, po paga e bën dikon të korruptueshëm. Domethënë paga ti që
prej janarit deri në 30 qershor të 2026-s kam nënshkru kontrata, marrëveshje, pagesa për gjys milion euro. E kishte 200 euro ma shumë pagë se unë, që unë edhe me dash po korruptu s'kam ku. Qysh i lihet gjata e parë në dorë, pastaj shko manal të kryetari komunës, shko manal të ministri, qysh i lihet gjata e parë në dorë me një pagë kaq të vogël. E paga është me thirrë në korrupsion. Pastaj populli i korruptuar. Ai djen të bën nerë. Ai thotë jo, në ty nuk po ke telefon merre. E kesh dert shumë të madh disa subvencione që duhet mi nda atash, ku njerëzit fillojnë sepse ishin mësu, tha me jo dhonë ka pak udhëhesve. Do thonë kesh derti dhe në fund fare tha hoxha tha nuk kam qef më të madh se ishte i ri, se sa me marrë një eksperiencë dhe me dalë në sektor privat, mos mu ballafaqu këto probleme. Do kjo derti. Bane men mi pas një komunë parafarsisht plus minus në Kosovë, i ka 10 kësi drejtar. Bane men 7-8 më kun. Bane men më kun këta gjithë kështu. E tani shko nivel, po 20 ministra e në krejtë. Me pas këtë dertë që shtetin vendin du të me qu për para. E po, për këtë arsye na shtrojmë asalt dhe mas 2 jave riparojmë. Se u bo gropa, aty u bo gropa. Se nuk është nis mirë. I dërgumi sallallahu alaihi wasallam kur në fakt e ma gjepsen munafekët kur i tregun sa ishte ai në Tebuk për një xhami të mirë që e kanë bërë atje dhe apo vjen tha më na vizitu tha po më çu Mesjid Dirarin. E po çu sepse ai se deke Allahu i tha kaj tjetër rinte, tha jo, xhamia duhet më shumë me prish. E pse me prish atë? Tash ja dha vlerat kësaj tjetër xhamie. Tha një xhami le mesjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin khair min takun fi. Diçka që me devocion është nis prej ditës parë. Themelet i ka të ngrituna mbi devotshmëri është më mirë aty me shkuti mu fal. Dhe jo mu fal vetëm të kum fihi, pra nuk është çështja vetëm me e performu namazin, por është fjala me e jetësu namazin. Në këtë as jo vetëm namazin. Nëse morali jon është derivat i një besimi të mirë dhe një adhurimi të mirë, na jemi në moral stabil, i cili nuk ke pse tutesh, dhe me këto 3 elemente për hajt kohë xheneti. Nuk jam unë ai që ish përndaj kartonat e xhenetit, sësjersat e xhenetit, por kjo është që i dërgumi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu me jetën e tij, edhe në teori dhe në praktik. Hoxha nderuar, ne i prekëm disa tema, disa këshilla për rinin. Besoj se kam mbetë disa pyetje, po i lejmë për ndonjë mundësi tjetër që ta zhvillojmë bisedën. Nëse kemi frikë mos po bezdisen nga gjatësia e emisionit, prandaj Pa problem. Shpresoj se ke kalu mirë. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi jashtëzakonisht e madhe për mua. Mos flasim që bashkëbisedimi është Zoti ju shpërblet që na nderuat. Inshallah me siguri nëse Allah na jep shëndet edhe mundësi sërish do t'ju kemi në vendin tonë, në mezhlisin tonë për të biseduar për tema dhe për suksese edhe me mezhlisin edhe me punë të tjera. Kemi nevojë për elaborimet të këtilla që me të vërtet për mu disa pika që i përmende, jo një lloj ripreskimi, një lloj zgjimi nga ndonjë edhe hapje disa shtigje që ndoshta s'kam as si kam menduar ndonjëherë. Ashtu ti thu prej modestis, po jo, na po e loj për musafirët e tu, për shikuesit e tu, për ndryshe kjo është modestia jote që i thu dhe i shpreh se edhe dijen e ki më të madhe edhe moshën edhe eksperiencën e ki dyja që se kam atë privilegjun me thonë diçka që ti me bollësh që kemi kënduru. Paka shejha ho. Sa shumë studenti kanë te kalu shejhën, unë nuk llogaritë dhe se janë hoxha i, por alhamdulillah. Trasi do të ishte ti shej hoxha im. Allah më nderoft, faleminderit shumë. Ndërsa vëllezër dhe motra, ju që ndiqni podcastin ton, ky ishte podcasti për këtë javë. Ju përshëndes, selam aleikum wa rahmatullah.